penal. Atëherë faleminderit edhe një herë Betim. Sot kemi qëndruar në Sheshinon Tereza në kryeqytet në Prishtinë, ku kemi filluar mbledhjen e nënshkrimeve, të cilat janë së paku 10.000 të nevojshme, në mënyrë që ne ta dërgojmë ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal, në mënyrë që të bëhen 2 ndryshime që për ne janë shumë të nevojshme dhe të domosdoshme sipas pikpamjeve tona. Janë 2 propozime të cilat synojmë t'i dërgojmë në Kuvend Kosovës, deri ka 10 ose 15 tetori ashtu. Njëri është ka të bëjë me moszbatimin e qëllimshëm të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Nëse hyni tek faqja e gjykatës kushtetuese, atje edhe i kërkoni akt vendimet për mos përmbarim, i gjeni 7-8 akt vendimet mbi bazën e të cilave gjykata i kanë nxjerrë që institucionet publike nuk i kanë zbatuar ato aktgjykime ose ato urdhra të kësaj gjykate. Dhe ne konsiderojmë që ky moszbatim i qëllimshëm i këtyre vendimeve duhet me u sankcionu dhe me u bë vepër penale në kodin penal. Ajo që ka diskutuar dhe është diskutuar në vazhdimsi ka qenë që vendimet atje tek neni ishin ngjashmëri tek kushtetuta, që thuhet që vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme. Po, është fakt që ato janë të detyrueshme, por cila është pasoja kur nuk e zbaton një institucion i caktuar. Për shembull, kemi parë Kuvendi i Kosovës. Paramendojeni një situatën kur Kuvendi i Kosovës urdhërohet që me e ndryshu dhe me plotësu një ligj të rëndësishëm siç është ai ligji për pakat në sektorin publik, i jepet afat 6 muaj Kuvendit dhe nuk është në gjendje Kuvendi i Kosovës ta zbatojë një akt gjykim ku preken të drejtat ekonomike dhe sociale të mbi 94.000 zyrtarëve publik. Domethënë, nuk është e mundur kur bartësi i atij institucioni nuk është në gjendje ta zbatojë një akt gjykim ku preken të drejtat e këtyre 94.000 zyrtarëve publik. Nuk po hi në detaje se cilat janë gjetës, sepse që gjatë emisionit të flasim, çka është çështja tek ky rast konkret. Në ndërkohë, propozimi i dytë është që të përdorimi i paras publike kur përdoret gjatë fushatës elektorale, gjatë fushatës parazgjedhore dhe zgjedhore të sankcionohet si vepër penale. Në 2 palë zgjedhjet e fundit janë nda me qindra miliona euro në drejtim të kategorive të ndryshme sociale, për të cilat ne si IKD konsiderojmë që ato janë të nevojshme për secilin grup, si për pensionistët, si për lehonat, si për punëtorët në sektorin privat dhe në sektorin publik, si për studentët, si për secilin grup social. Dhe këto masa ndoshta duhet të ishin edhe më të larta se këto që janë shpërndar, por një gjë e tillë do duhet të ndalohet kur ka fushat parazgjedhore, një për arsye që i vendos partitë politike në Republikën e Kosovës në pa barabartë në fushatën zgjedhore, nuk është në njëjtë sikur një parti që qeverisë dhe i ka të gjitha mjetet e pushtetit që edhe ashtu nuk do duhet i përdorte, por i përdor, në ndërkohë përdor edhe parat e thata. Paran, cash, e përdor për me përfitu elektoralisht. Ndoshta ta zëm, nuk e ka qëllimin me fitu elektoralisht, që edhe po dalim, po bëjmë avokatin e djallë dhe nuk e ka qëllimin. Po prap fundi i mram është që ato para kur të përdoren në kohë të fushatës, partit i vendos fillimisht në garë të paparabartë dhe më pasaj keq përdoret kjo elektoralisht. Për këtë arsye, edhe kjo do të më u vendos një dispozit në kodin penal, ku në kohën kur vendosen mjete në dispozicion publik dhe ju transferohen kategorive të caktuara sociale, ata persona me bart edhe pasojen penale, njëjtë siç përdoret kur kesh përdoret autoriteti zyrtar për çështje të tjera. Edhe një herë për me qartësu, si institut IKD. Pse vendoset ju me ndjek këtë rrugë ligjore për këtë nismë legislative, pse nuk ishte dashur për shembull me bëu ndonjë propozim për këtë ndryshim qeveria ose ndaj grupi deputetëve ose ne kemi kërkuar qeverisë që këto transfere me i shndruar në të drejta. Aktualisht nuk janë në të drejta. Aktualisht janë në, si më thonë, në të drejta të cilat i shndërron në mënyrë arbitrare qeveria e Kosovës. Nëse jetësohet kjo nisma, i bën që kanë munal çdo shtesa për fëmijë, kanë munal krejt. Jetësimi i kësaj shtese, vendosja në kodin penal,
të këtij sanksioni që në kohë të fushatës mos me e përdor paranë publike, nuk i ndal këto shtesa. Përkundrazi detyron qeverinë që me nxjerr një ligj tjetër, për të cilën në emisionet e kaluara dhe në diskutimet e tjera kemi thonë që qeveria dhe kuvandi, cila do qeveri, në rastin aktual kjo e tani është dashur ta bëjmë më herët, që me miratu një ligj tjetër që këto i shndërron në të drejta. Tash ka ligje të caktuara, për shembull, nëse marri ligjin për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë. Aty thuhet që në fund të vitit kalendarik caktohet pensioni bazë, asë për 150.000 pensionistët që në Kosovë janë që marrin shumën aktualisht 150 euro. Dhe nuk ka qeveria nevojë që këtë ligj ta shmangë dhe ta vendos një shtesë tjetër për një arsye të krizës financiare, ose të krizave globale, ose të krizave me energji, ose të krizave me derivatet të naftës, se çka do qoftë tjetër që mund të ndodhë. Por duhet ta miratoj një ligj i cili specifikon të drejtat edhe shtesat, në ndërkohë e ndalon në përfundimisht me kod penal pastaj këtë pjesën e shpërndarjes së parave, pavarësisht pse mund të ketë ndonjë situatë kur ka edhe ndonjë krizë të caktuar. Faleminderit, do të flasim në